në burg të Lubia do shkoni për pas një diskutim. Sot Edi Rama nëzori nga arresti shtëpis. Njëri nga krejt organizatës kriminale takshit, Mirlinden, e nëzori sepse ajo e kërsloj, ajo i qoj ultimatum, ose më nëzirë, ose këtu të tekun do vi linda jote. Nda edhe ne jemi shqiptarë që spajtohemi kur me këta hora. Ne jemi shqiptarë që spajtohemi kur me këta vjedhës, me këta hajdut. Ne spajtohemi me këta kriminel. Edhe njëherë, ja vdekja liri, ne do fitojmë. Me të pamposhtur, edhe me të fuqishëm, edhe me të vendosur, se kur më parë, edhe njerë mirë njohet pak u fishme, guzimtarët e kombit, elite e guzimit kombit, shpetimtarët e ti, faleminderit, fitore, fitore, fitore. A unë gjet i vënë në kurth nga Skënderita, duke qenë se nuk lejoj, po themi, të shkoni as deri tek Ministria e Brendshme? Në qoftë se do ndjeshim me kurth, ne i kishim rrugët e tjera të hapura. A i mendoj atë, po jo, ne shkum drejt aty. Po pëse s'ndoqet rrugët? Jo pra, në qoftë se a i mendoj se na bëri kurth, gaboj. Ne dim që a i kishë boku rrugën. E dirim shumë mirë. E kishim marrë vesh në kohë dhe për para. Po, pra as një kurth, se për kunrazi, ne kishim disa rrugë tjera ku mund shkonim, por ne shkon vetë drejt rrethimit. Aty do shkojnë. Dhe e siguroj se do marrë përgjigjen e meritur. Në absolute. Mos harroni ne, kemi një strategji paqësore, si që shikoni ju. Por strategjia jonë është strategjia të pamposhturve. E njerëzve të pamposhtur. Njerëzve të cilët do të qëndrojnë në interesat më jetike të qytetarëve shqiptarë. Po? Urdhë? Bërë një do ta shohim. Kjo nuk kam një përgjigje, por protesta do të do të thënë edhe në